Arben Taravari do të jetë në qeveri edhe ndonjë ditë, tha kreu i Tetovës Bilal Kasami. Sipas tij, ditëve në vijim do të ketë edhe veprime konkrete nga ana e kryeministrit në këtë drejtim. Kasami përsëriti qëndrimin se në qeveri nuk ka vend për bashkëpunëtor të BDI-s. Do e shohim deri kur, edhe tani ditë. Ne jemi të akorduar për timingun dhe dinamikën e veprimeve të cilat do të merren në ditët në vijim, por ajo që është me rëndësi që e kemi thënë bashkëpunim me BDI-n dhe qeverin nuk ka, dhe këtë e kemi të akorduar edhe me kryeministrin dhe sigurisht në këtë drejtim ditën në vijim do të ketë edhe veprime konkrete. Kreu i ASH-s, pjesë e qeverisë, Arben Taravari, në një dalje për media bëri të ditur se janë në komunikim të vazhdueshëm me kryeministrin Kristian Mickoski. Taravari nuk precizoi për veprimet e mëtutjeshme nëse do të mbesin në qeveri apo jo, por shkurt deklaroi se do të informoj opinionin për hapat në vazhdim. Kishim takim me kryeministrin para 2 ditësh, thamë që do të vazhdojmë të bisedojmë dhe jemi në komunikim. Për veprimet më të tjeshme vi informojmë përsëri. Nevoj për facilitues, as andej, as këndej, kështu që ne jemi partia autonome, të gjitha vendimet i sjellim në organet tona partijake, çdo herë për të mirën e Aleancës për Shqiptarët, që qëllimi përfundimtar është në tetor Aleanca për Shqiptarët të del me sa më shumë komunë. Që në qeveri nuk ka vend për ata që kanë bashkëpunim ose bashkëpunojnë me BDI-n, thonë nga VMRO-DPMN-ja. Megjithatë, partia në pushtet është e bindur se nuk do të ketë lëvizje të numrave të shumicës parlamentare dhe as rrezikim të badenterit. Situatën e mundshme të zëvendësimit të Taravarit me selën në qeveri nga VMRO-DPMN-ja në këtë moment e quajnë tejet hipokrite dhe spekulative.